Dhe dashur me që mi këthy në pjesën e studios. Unë i paralajmërova në hyrjet të emisionit të ftuarit, temat, storjet nga tereni e çdo gjë tjetër që do të sjellim sot e që kemi përgatitur për 2 orëshin ton për juve. E dini që çdo të diel jemi bashkë me mysafir të shumtë e me reportazhe të ndryshme. Po ashtu, miqtanë e shikues tanë të rregullt e dinë që një herë në muaj sjellim personazhe të ndryshme nga fusha të ndryshme të jetës, qoftë nga shëndetësia, nga arti, nga muzika, nga politika, ku flasim për jetën e tyre. Jo secili prej tyre që e shohim në ekran, që e shohim të realizuar, ka pasur një rrugë të shtruar me lule për të arritur aty ku është. Jo secili prej tyre ka pasur shumë duar që i kanë duar trokitur gjatë ecjes së tyre. Jo secili prej tyre ka qenë gjithmonë i buzëqeshur e i përmbushur siç duket tani në kulmin e karrierës së tyre dhe mundohemi që përmes familja jonë të sjellim rrëfimin e secilit, duke treguar që edhe ju, të cilët po përpiqeni e po luftoni për t'ia dalë, nuk jeni të vetmit që keni kaluar këto vështirësi e këto hapa të mëdha të vështirë. Çdo kush ka diçka për të thënë, e çdo kush ka një vështirësi që ka kaluar për të treguar. Sa më shumë që tregojmë nga jeta jonë, që aq më shumë motivojmë të tjerët. Njësoj ka bërë edhe personazhi të cilin e kam sot të ftuar. Labinata Zemi, një djalë i ri, i cili gazetarinë e deshti shumë, pavarësisht gjithë thikave që rrugës ja prin rrugën e që ai e ndërtoi, e rindërtoi me ura, me shumë gjana, të cilat me të vërtetë vetëm ai din ti tregoj e ti rrëfej i që i ka përjetuar në lëkurën e vet. Asnjëherë nuk e ka kursyer asnjë sekond të jetës së tij për të ndarë me publikun dhe me njerëz që të motivoj. Njësoj nuk do të bëja sot në emisionin Familja Jonë. Mirë se erdhe Lab. Mirë se gjeta dhe faleminderit edhe për prezantimin, për ftesën që më ke vënë dhe faleminderit për gjithë këtë vëmendje që gjithmonë din me dhënë. Nështë edhe atëherë kur se meritoj. Unë mendoj që e meriton, edhe jo vetëm ti, po secili prej neve, qoftë edhe një bukë kur e kemi përgatitur, duhet ta tregojmë se si e kemi përgatitur, sepse mendoj që nga jeta jote shumë prej neve mund të mësojmë shumë. E unë besoj që ti ndihesh krenar kur na të falenderojmë për rrugtimin që na ke treguar. Faleminderit shumë, po më emocionon tash, po gjithsesi. Ja, emocionet do t'i lajmë anash, jemi këtu për të shpalosur diçka shumë të bukur, sepse jo secila vështirësi është vetëm me latë. Latët e cilet ke derdhur dhe vështirësi që ke kaluar është diçka që është shumë e bukur sepse nga ato sfida ke mësuar shumë dhe sot je më i fortë se kur. Madje thuhet që kur ne arrijmë të flasim për vështirësitë tona të fortë pa emocione, i bjen që ja kemi dalë dhe i kemi të kalu ato, si je ti, i fortë, i buzëqeshur, edhe gjithmonë i gatshëm me ndihmu të tjerët. Faleminderit. Unë për shikuesit të cilët nuk kanë pas rast me ndëgju shumë, ne do të bëjmë një kronologji të jetës tënde Lab. Deri me këtu ke arrit me shumë vështirësi, siç e thash edhe në fillim. Edhe unë do doja shumë që bashk t'ja nisnim nga fëmiria jote, megjithëse unë thash që Labi sot është një gazetar, i cili e ka përmbush veten dhe po lufton për të arritur ëndrat e tij, por jo çdo gjë ka qenë e lehtë. Fëmiria jote fillimisht ka qenë shumë e vështirë. A t'ja nisim prej atë? Na mbani kemi një fotografi të kur Labi ka qenë fëmijë. Kur flasim për familjen, më kthen për një më mbrapa shumë, më kujtohet çdo send, çdo detaj, çdo moment edhe nuk është ndoshta çka që lehtë edhe thjesht edhe sot për me folë ose në media, zakonisht mundon pak edhe më i këtyre detajeve edhe pse janë shumë të rëndësishëm. Familja na sjell edhe na rikujton diçka shumë të bukur Sarand, që domethënë të sinqert, pa hile, pa njerëz, domethënë fëmijë në këtë rast të dashur. Në fakt kjo fotografi është prej atyre fotografive që unë e ruaj shumë me fanatizëm. Ashtu që thua ti, fëmijëria, jeta nuk ka qenë kur gjë e lehtë deri më sot. Prej lindjes domethënë ka qenë një problem i vogël, më thoni, sot e tham i vogël, po atëherë kanë shumë i madh. Edhe nuk ka kur gjë e lehtë, sikur ta kisha ditë domethënë se sa e vështirë kisha pas, nuk e di as çka kisha bërë, çu kisha vepru. Po mirë që nganjëherë nuk i dim gjuanat edhe. Absolutisht. Për me i tregu dhe shikuesve, Labi ka lind me një problem, i cili që nga lindja ka qenë i shfaqur, i cili është dashur me intervenu me disa operacione
në popull njihet si buza e qame, ka raste të shumë të fëmijëve që lindin me këtë anomali, edhe pikrisht kjo ka qenë që Labi gjatë gjithë jetës së tij është bullizuar për pamjen e tij të jashtme, pa dashur që t'i japin hapësirë ta njohin pamjen e tij të brendshme, që ka qenë shumë njerëzore, shumë humane. Një problem i lindur, po do doja para se me dalë të ndjeshmëria jote, do doja të dija ndjeshmërinë e prindërve, sa e kanë pas ata të vështirë, ta përballojnë shikimet e të tjerëve, gjykimet e të tjerëve që ti kur u rrite i kuptove. Unë mendoj që Ata kanë thonë ndonjëherë? Jo, asnjëherë. Unë mendoj që e kam pas shumë të vështirë me thonë të drejtën, për shkak që rrugtimi jam si fëmijë i vogël deri më sot ka qenë duke i njoft vendet ose klinikat kirurgjike më shumë se sa mjedis, domethënë gjonat më të rëndësishme. Po, sigurisht. Kështu që besoj që e kam pas shumë të vështirë, nuk ka që e kanë shfaqme, nuk ka që e kanë thonë, po gjykimet dhe paragjykimet të kohës, domethënë nuk di me spjegu se sa paragjykime dhe gjykime kum pas. Ndoshta sot duket edhe pak klishe, okej, jemi i bullizu, jemi ngacmu secili prej nesh, po mendoj që historia jam ose e dikujt tjetër dallon. Mu vjen shumë keq që për një me ka pas edhe ata bashkë me një rrugtim jo qaq bukur, qaq mirë, por nuk është që e kanë shpreh. Mendoj se secili prind nuk është që e shpreh ata për fëmijën e vet, pavarësisht se sa është e vështirë rruga. Sa është e vështirë, është shumë e vërtetë. Kur ka qenë ajo mosha që ti ke në një kohë kur e ke dallu që njerëzit po të shikojnë me një shikim ndryshe për shkak gjendjes tënde të jashtme? Në shkollë që ja nisi edhe me u ndje. Po, në shkollë fillore, kur kom njësë, domethënë, në qatë periudhë, kone, domethënë, i kom po gjanë më ndryshe, edhe, në fakt, atëherë, nuk është që kemi ditë çka bullizmi, çka janë këto gjana, po gjithsesi kemi pas ngacmime të kohës. Bilet më kujtojnë që edhe mësuesit të cilën unë e kom pas, nuk është që ka marrë një hap të rëndësishëm me bë. Nëse gjithsesi ai ka vdek, ka ndru jetë tash, po mendoj që ashtu ka menuar, ashtu ka vepruar dhe ndoshta e ka marrë si shaka, po te unë ka lënë gjurmë shumë të mëdhaja. Elios Benarti me mandru fotografin, Lab, sepse nuk është e lehtë kjo. Në vitin e parë të lindjes të është dashur me u nështru në një operacion që përmirësimi ka qenë i dogshëm pastaj. Po, domethënë operimin e parë kom bën në shtetet e tjera, domethënë edhe o ka një parë i rrezikshëm, sfidus për prindërit e mi sigurisht se nuk është e kanë ditë qysh rrjedhin gjanat, por masi e kanë ardhur edhe dy tjerat, po kjo ka qenë prej momenteve më të vështira ku nuk kemi ditë se çka po ndodh. Edhe vendimi i vështirë për prindit një fushë një vjeçare ta fusin në sallë operative për një përmirësim fizik dhe ta rrezikosh shëndetin e fëmijës, goxha vendim i fortë edhe i ndjeshëm për prindrit e tu, po arsyeja pse ta bona këtë pyetje dhe arsyeja pse në këtë pyetje e lash këtë fotografi është sepse lidhja jote emocionale me personin që është në fotografi është aq e madhe sa që ti e ke përmend shumë herë, e ke shpjeguar shumë herë, edhe me njerëz të kurrin, se të gjithë i duam prindrit, po ndjenja e veçantë që kemi për gjyshet është e pashpjegueshme. Kjo është gjyshja që... Po, është gjyshja... Si ka qenë motivi joti më duket? Njeriu më i rëndësishëm, njeriu i cili më ka mbështet, por edhe më ka përcjell deri në klasën e 7. Për mos më ngacmu të tjerët, më kujtohen shumë detaje për saj, më kujtohen gjithçka që kam mendoj që kam marrë për saj, gjithçka që unë edhe sot jam janë meritat e saj. Fatmirësisht domethënë jam rrit prej kësaj gruaje e cila ka mbet domethënë vetëm në moshë 30 diçka vjet pa bashortin e saj, edhe lidhja me gjyshen shumë e madhe. Ajo sot nuk ka në mesin tonë, ajo ka ndru jetë. Edhe gjyshja është, se di, edhe sot kur flas për ta, merr shumë malli. E ke përjetuar shumë rënë humbjen e gjyshës, se ke thonë edhe në rrjetet sociale. Edhe kanë kalu kohë nga vdekja, por prap përlotesh edhe emocionohesh sa fol për ta.
Njeriu më i rëndësishëm, njeriu i cili për një me më ka dhonë shumë çka nga vetja. Mu më vjen shumë keq, do me thonë aja iko, qysh iko. Vjen keq që nuk mujta për një me dhe njerë me përqafë dhe me pa, edhe me më pa që jam shumë mirë. Aja gjithmonë më kanë, aja kam fanë që më e madhe mu i me thonë që më kanë ndjek në ekran, tu më pa gjdo javë. Nuk e di, thjesht lidhja e fuqishme me këtë gru e cila më ka dhonë shumë qka pe i vetës. Qka është një veçanë që gjyshja të ka shti me hecë për para, pavarësisht që je bullizu për pamjen tënde? Qka është këshilla ma e madhe që ti e bon vathën vesh prej saj? Janë dy këshilla prej saj, e para është që sa herë që të flasin të tjera, sa herë që të ngasmojnë edhe të shajnë, ti vazhdoj edhe mos e kthej krynë mbrapa dhe këta gjithmonë e kam pas. Edhe tjetëra më kujtojnë që gjyshja, kër më qekën shkollë deri në klasën e 7, sarant, unë kisha shumë qef hamburgerat, kisha shumë qef e vdesha me hangër, kur njetë nuk kanë ndodhë më ma dhanë që me hangër në rrugë ose dikon. Se gjithmonë të keqe edhe fëmijët e tjerë, nështë nuk kanë edhe lakmojnë, jo, kur shkojnë të shtëpia, ti mund është me hangër. Edhe këto janë dy këshilla shumë të rëndësishme. Unë e di që tash për një me secili prej nesh është i lidhën me gjyshërit, me gjyshën, me nanën, po lidhja ja me të ka qenë, nështë edhe pse aja më ka po pak më të veçantë se sa tjertë, dhe po menoj ka edhe njipa dhe mesat e tjerë, po labin gjithmonë e ka cilësu ndryshe, biles edhe para se me ndru jetë, mi kish dërgu pak tolla, edhe mi dha nana jam edhe. Pse s'ke qenë momentet e fundit saj aty? Pse ke qenë në operacion? Jo, mas ne, po menoj, ndodhe që është ndodhe, edhe vdekja nuk pret. Për pak minuta, sekonda, ajo ike edhe nuk e mujta me pa. Nuk mujta, po unë e pa, dhe me të masi ndroje, po menoj qatë gjendje, ku, se di, unë e kur s'kom pa një njeri që ka ndru jetë, dhe me të gjyqja ka qenë e vetëmja, e përqafa shumë edhe nuk e di, u kam prej momenteve shumë vështira. A gjenë sa shumë ish e dhemshme me hedhë dhe mbi trupin e njeriu që ti dënë më shumë të, edhe këta e përjetova, po nuk e di, është një mësem ku mi ka qenë sytjet më shumë. Që mi dashtë edhe mi vlerësu njerëzit që i dojmë edhe i kemi pranë. Tash, dyqysh edhe lidhja me nanën të em është edhe më e fuqishme dhe më e ngushtë, sepse e di që aja e ka humbë, dhe me thonë, nanën e vetë. Po unë jem kanë shumë i lidhë dhe shumë i ngushtë. O gjyshja nga dajt, dhe me thonë? Po. Gjithmonë i dojmë shumë ka dajt. Se rima shumë të dajt, vë nduket. Shumë. Qka është një aj pengu që të kamet që s'ke taku momentet e fundit saj? Qa ke dasht me i thonë? Qa të kamet pikën e zemër që s'ke mëri me ja thonë gjyshës? Më vjen keq që nuk më ka pa që kom ndryshu edhe kom bën ndryshimi se e gjithmonë e ka dasht. Ajo të ka insistu me e bën ndryshimin? Po, kështu që ajo nuk ka mujt me më pa ndryshimin që e bëna, po më vjen keq shumë për këto. E vizitoj shpesh të borët, e shkoj shumë shpesh, flas me të, bëj lutje shumë për të, edhe mënona me bë vepra për të, kështu që... Unë besoj që ajo shumë krenare prej atje lartë dhe me ty për çdo gjë që bën ti, jo vetëm për mënyrën se si flet për to, por edhe për kretë punën dhe entuziazmin dhe këmbgulsinë tënde që bën për mja dalë, dhe me të vërtet je një model, një djalë të ri se si duhet të mos dorëzohet. Do doja ta ndronim fotografinë, njëjta fotografi vazhdon të jetë nga pjesa e fëmirisë, ku vazhdojmë me rrugtimin e vështirë të labit, pavarësisht në kohën prap me gjyshen, labi çdo herë është me gjyshen. Gjithmonë. Nështë pak me bëj bajat të volë të kohën për të pjesë, po... Edhe unë kam qenë shumë i lidhur me gjyshen dhe prandaj po të kuptoj dhe po të bëj ka shumë pyetje për gjyshen. Nuk po muj, Saran, do me thonë më mësu me humbjen e saj, besam një, kështu që besoj që më mirë kuptoni këtë pjesë, është pjesë e rëndësishme. Absolutisht, është shumë e ndihshme. Edhe një fotografi tjetër e Luz Benartin ku ka qenë pjesë po e themi, kur ka nis lufta e mbijetesës për labin. Klasa e parë, shkolla, takimi me shumë fëmijë, takimi me të panjohur, me mësimdhënës, me një... dhe kemi rrëmbullaksuar për ta njohur edhe shikuesit labin. Këtu filloi lufta për ty lab. Po, tu ka fillu gjithçka. I vogël, por ndjesia e ashpër. Tregoma atë ndjesinë e kësaj kohe. A të thonin... Gjithmonë duke u tërheq nga të tjerë dhe gjithmonë duke shku në një rrugë, s'pedi qorën, nëse guzoj me thonë që shta. Nuk e di pse menoj që gjithmonë jem konë targeti i këtyre njerëz që kanë darë gjithmonë me ngasmua dhe më mbullizu. Menoj që jem konë një farë ushqimi për ta me thonë të drejten. Po, gjithçka ka njësë këto. Dhe
Ka dhe për këtyre që ndoshta më kam bënë herë më një keq, po sot është pak më ndryshe situata, por si fëmijë normal që ka lënë gjurmë shumë të mëdha. Cila është fjala që tu ka ngulit në kokë, që të ka lëndu më shumë ti prej kësaj periudhe? Ose ngacmimi më i rëndë që tu ka bë? Shumë. Nuk në këtë rast po duam me kursy vetëm për shkak që nuk po duam ndoshta me ngarkuar emocionalisht vetëm, kështu që ka shumë. Ideja, më fal, nëse ta bona këtë pyetje është për shkak se atje jashtë ka plot njerëz, vajza e djem, që i përjetojnë ato thonje, edhe që i ndëgjojnë ato thonje, edhe që i përbijnë ato thonje, edhe që duhet me mbjetu nga ato thonje. Edhe veç dishta me ndo... Përbis shumë. Më që ja ke dalë ti, ja dalën dhe ata që përna ndjekin pastaj. Unë e shpresoj që sa do pak marrin gjithçka dhe prej nesh që kemi kaluar ka gjithë sfida shumë të mëdha dhe rrugtim të vështirë. Përbis ka shumë fjalë Saron, cilat për ne janë shumë, s'di, nuk po duam të tingëllojmë ndoshta edhe viktim në sinën e publikut. Absolutisht, ti vetëm viktim nuk je lab. Mendoj që po vetë distancimi dhe mënyra që janë sill, mendoj që ajo është gjëja më e ligë dhe më e keq që mund m'ia bë dikujt. Edhe kjo ka vazhdu, e ndrojmë Benart fotografin, ka vazhdu edhe gjatë viteve kur ke qenë pak më i madh, pavarësisht që ti ke qenë social, ke tentu me u shoqënu, po prapë se prapë ke qenë goxha i kufizuar, ndoshta edhe ke pas ndjesinë që nuk po pranohesh mirë. Ajo është vrejt gjithmonë, Saron, domethënë gjithmonë kudo që kam shku, kudo që kam marrë hapa gati të rëndësishëm, gjithmonë paraqitja ka qenë tamam ashtu shabllon që ti domethënë në start ti kimu penalizu. Vetë nuk e kuptoj pse, kjo ka vazhduar ton kohës. Prej kësaj fotografisë ka një gjithçka edhe më deri më tashmë jo, po gjithsesi deri në universitet ka pas gjatë alla. Tani ka qenë operacioni i dytë prapë gjatë fëminisë, apo? Po ka qenë masnim pas luftës, nuk ka rezultuar shumë me sukses, si gjithmonë që na i lajmë gjonat qashtu qysh na menojmë, qashtu qysh na dojmë, jom pas operuar në Prishtinë, në QKUK, edhe nuk ka shku me shumë sukses, po... Pse po thu? Po s'ka shku shumë me sukses. Domethënë nuk është që do rezultat që duhet. Jam zhgënjur pak për këtë pjesë, me thënë drejtë jam zhgënjur shumë, se nuk është që kam punu me shumë dashni për dikon që thjesht ka nevojë. Nuk është shumë e rëndësishme të gjysh mushtri njëri me në spitale dhe mas njëti me bo punën shkelja dhe shko, edhe kjo pa. Dhe gjithmonë me që po flasim për fëminin tone edhe për vështësi tua, sepse dashur meq, jo çdo herë duhet ta gjykojmë njërin për pamjen fizike. Madje, gjithmonë duhet t'japim hapësirë njerëzve t'ja njohim anën shpirtërore dhe luftën e tij të brendshme, siç e ka bë Labi, sa është një gazetar shumë i mirë i Zotit punëtor, dikur nuk i jepej kjo hapësirë. Por ka pas njerëz që në rrugtimin tonë, përveç prindërve dhe gjyshës, që kanë qenë ta themi përveç krahyet të djathtë po ashtu kanë qenë edhe shtëc të mëdhaj që ti me hetë. Ndërta kanë qenë edhe dajallarët, nëse s'gaboj. E kemi një fotografi, Labi beb, i lastuar shumë nga dajët. Shumë. Duket që kanë lastuar ma shumë se që duhet. Po, shumë. Për shpresoj Benartin e lusë të na vendosë dhe fotografin tjetër. Shumë, domethënë lidhja edhe me ta ka qenë shumë e ngushtë dhe vazhdon edhe sot, po sot domethënë kanë ndryshuar gjonat edhe nuk është që ndoshta jemi shumë kontakte, po tash diçysh ndoshta ja kom sjell çat komoditet që më mfon televizion. Po edhe këto domethënë shumë i vogël, po shihet më edhe prej sjelljes të mia që i lazdruar. Shumë, domethënë se di, ndoshta që jam kanë fëmijë vetëm kanë lazdruar shumë. Kjo është doja domethënë tjetër. Një dajallar, kjo është i vogël, kështu që dashni shumë të madh. Gjithmonë kanë ditë me më dhënë dashni, edhe ndoshta dhoni kom ditë më dhënë shumë edhe atyne. Po. Gjithmonë edhe reflekton lab shumë këtë pozitivitetin të njerëz. Prandaj edhe je këtu ku je, sepse më në fund njerëzit kanë qelë zemrën edhe të kanë pa për mrenda edhe pa dash me të gjyku. Para se me ndru fotografin, do doja të ndalëshim pak më nga dalit dhe kjo pjesa, sepse pikrisht ka qenë koha kur ti vendose me qitë të mbrendshme njashtë. U bullizove shumë, e vuajte shumë, e mbajte në vete shumë, e ndave veç me njerëz të tu, po ke një ditë kur ti vendose me thonë, Labi duhet me shku edhe me studiu. Me gjithse i keni studimet pak me vonesë, por vendose me studiu ëndrën tënde që është gazetaria. Isha në dilema, do më thonë, duke qenë pjesë e një strukturë, më me thonë që shto,
bullizus në një shoqëri, më nëjqa qka me studiu, do isha në fakt edhe gazetarin, do isha edhe mjekësin, po edhe do isha edhe psikologjin. Dhe më thonë, mjekësin do isha shumë, sepse pasha shumë raste, isha në kontakt me shumë mjek, do me thonë, isha në rjedhat të spitaleve të ndryshme, edhe më nëjqa pse jo. Po në anën tjetër, thesha jo, nuk jam në për atë punë, nuk jam për atë punë, sepse unë jam shumë indishëm edhe nuk ka gjasa. Unë edhe si fëmija konë shumë i gjallë kështu, dhe me thonë dhe në shpehu bëjsha prezentu si gazetari edhe i mbjesha krejt edhe unë bëjsha emisione bëjsha, kështu që vendosa me studiu gazetarin. Gazetaria menojsha që kam më i hapë dyrt mënyra qëti komunikimit të me të tjera, menojsha që okej, unë kam më konë njërin ndër gazetare që unë pretendoj për më konë dikush një ditë. Po, prap kisha doza frikës pra gjykimit, se qësh me dojnë publik, pse me dojnë publik, edhe nuk e gjisha, po gjithë si thash po studioj se është shumë e rëndësishme. Periudhë e rëndësishme edhe pjesa gazetarisë, ku unë mësova shumë qka prej saj, mësova qësh bëhet gazetaria, pse bëhet gazetaria, po edhe një dozë e keqe e mësova edhe në universitet, ku unë bullizova edhe prej disa pedagogve, po. Të cilët ata janë pjesë e televizionit, e kam thonë gjithmonë, edhe gjithmonë kam thonë me zot lartë. Unë njihna si një gjallë që e thamë të vërtetën, edhe gjithmonë kam thonë, duke i ruajtur gjithmonë emrat, edhe duke mos i etiketu me emra, sepse nuk është shumë etike pra po them. Edhe pse shpesh herë gjykona për këtë pjesë që duhet me folë me emra, me mbiemra, po jo, unë nuk më i mjallon gjyqin kërkujt. Merë keq kjo pjesë, sepse duke po edhe personazhe që ti ndjek edhe mas një të ligjerojnë, është edhe më shme edhe pak kjo, po e te kalova dhe këtë hap. Qatë thanë lab? Anashkallimi, me thonë të drejtë, anashkallimi, dhe me thonë edhe me pasë në universitet, për shkak pamjes, kjo ka qenë e dukshme, dhe me thonë... Nuk qepshin hapësirë? Jo, asë një herë. Kështu që merë keq edhe për këtë pjesë, po mas një u distancova edhe pak edhe prej asaj pjesës. Kisha momente të dorëzimit, momente të reflektimit, po anën tjetër, më njësha të qka duna me botë, ashtë ku mja njësë, ka me shku, pse me shku. E kisha dy momente, dhe me thonë, ose me dështu, më rëzu si lab, ose me esë për para edhe me rëzu krejt ata emra, të cilët vazhdojnë me ma bo rrugën pak ma të pështirë. Unë isha të dosh me studiu, më kanë aty ku do isha, kështu që unë nuk prisha më ma... Po, dhe me thonë, unë prisha më ma letu punën, jo me ma vështirësu të në kohës. Po, e te kalova dhe këtë pjesë, edhe menoj që aja ka qenë shtyrja më e madhe e vetës sem, unë për vetën. Kështu që, thash që edhe këto e kalova dhe atë pjesë, shpesher menoj që isha kanë shumë i fort me kalu situatë pas situatës. Ideja është që u futën në gazetari për me ngritë zanin për bullizmin që të bë. Dhe e dëshmove të kundërtën. Pikërisht në profesionin e shajt që te pesi shpëtim, u dërgove ala ma poshtë. Po, qëllimi ka qenë gjithmonë, do me thonë, unë e kom darë gjithmonë gazetarin, po qëllimi vërtet ka qenë unë me ngritë zanin për mes gazetarisë, se gjisha që në media gjithmonë, do me thonë, ti mund është me depërtu që atë. Po, erë një moment, një kohë edhe një periudë kohë. Kur te u dëshprove dhe ngaj. Unë me qëllime zgjodha këtë fotografi lab, janë dy fotografi të labit. Labi është i njëjti gjithmonë, po flasë nga brenda, nga personalitetet dhe karakterit që ke, por po flasin për një ndryshim fizik. Ky ishte momenti i gjendjes kur ti vendose që, okej, është koha që unë me ndryshu edhe fizikisht. Megjithse, për krejt shikuesit që po na ndjekin, ka qenë një kohë e paraqitive tua të para publike kur ti ke thonë, unë jam kë dhe nuk do ndryshoj. A mundesh me ma spjegu pak lak mu dhe gjitha tyre që po na ndjekin, kush ke ai kliki që the nuk po moj mja dalë pa e bo që ndryshim? Ndryshimi ka ardhë gradualisht, nuk është që ka ardhë me njëherë. Përbes jam shumë i sinqertë edhe këtë pjesë. Unë shumë kisha probleme me primarjen, që edhe doktori do me thonë, mundet edhe me të regu dhe këtë pjesë, herë do kur që mujna me dojnë bashkë. Unë shumë kisha probleme. Unë plesha të në kohës me gojë hapën, nëse mujnë më shprej që shto. Kisha shumë probleme, po në publiku nuk i thejsha që shto është punë. Do me thonë, unë e lasha, okej, qaqë. Tashti, unë e di që edhe kjo pjesë do diskutu shumë, o folë shumë, jam për folë shumë. Po, më shumë se sa që unë ja du të mirën vetës, nuk e besoj që ja du në dikush tjetër. Kështu që
është mirë kur njerëzit më shohin që okay, Lavi ka bën një ndryshim i vogël, është shumë i vogël, por përshëndetjen ka qenë shumë i rëndësishëm. Ato të cilat i the ti që i kom thënë, po i kom thënë. Po shumë mirë me i sqaruar, është e nevojshme. I kom thënë, po që unë kur nuk kom thënë kur nështë, kom thënë që nuk është koha, nuk ka momente, por që unë jam një mirë. Po unë, do më thënë me shëndet për një mes kam qenë shumë mirë, tash nuk është arsyetim kjo, po erë koha dhe momente që unë dash me bëjt diçka dhe për vetëm, fund ditës nështë edhe e meritaj qëta. Absolutisht, bile unë menoj, duhet me falenderu gjyshën tënde në këtë aspekt, sepse aju ka insistu që këto fjallë të tua me i përbi e me bëki ndryshim. Sepse ja ke dëshmua dhe vetës që kë ndryshimi që ke bë, pavarësisht që nuk është etike, të ka ndihmu shumë. Po, besoj që po. Po nuk është shabit estetike. Jo, edhe në shëndet. Tash estetike nuk e gjithë sot që është po do këta hapiq. Të jeri një djallë, unë menoj që ajo e brendshmja jonë është ajo që na reflekton nga jashtë. Madje është një shkrimtar që fatkeqësisht s'po më kujtohet momentalisht emri i tij, ku thot që nëse ti dukesh i ri edhe përkundër moshës që ke, shpirti jot, brendësia jote e mirë që ke, po reflekton më shumë se pamja jote fizike. Kështu që asnjëherë mos e mendo se si po dukesh, reflektoje shpirtin tënd, pozitivitetin tënd, edhe gjithmonë do t'japësh dashuri edhe energji motivuese për të tjerët siç e ke bë, sepse ti je bë shumë viral në media për shkak të shpirtit tënd që ke luftuar shumë. Edhe mos harro që në asnjë moment kërkush s'ka dalë me të komentu se si e duk ose se si ke qenë, por të kanë falenderu për motivin që ke nda. Edhe kjo është e shajt lab. Edhe nuk besoj që duhet me u harru. Të mirë edhe shumë të mëdhaja prej teje. Sinqerisht faleminderit shumë edhe një herë. Besoj që thash edhe një herë, e kom meritu besoj këtë pjesë, edhe është diçka e vogël, edhe pse jo. E bën ndryshimin dhe e fillove karrierën tënde si gazetar. Fillimisht punove në një televizion tjetër, tash je në një televizion tjetër. Deri më tani ke përvoja në 2 mediume, sepse zakonisht i ndrojnë gazetarët mediumet. Mirë se vjen në klubin e gazetarëve, ku është ma mirë shkojmë. Tregom eksperiencën tonë pasaj në mediume. E pam që e dëshpru në studime, në shkollë, në rini, në çdo herë. Si ishte eksperjenca jote si gazetar? Në fakt, unë do të thonë karrierën tim nisa në një media tjetër, në një media jo shumë të madhe, po që gjithsesi më dha eksperiencë shumë të mirë, më dha gjithçka, po, më dha gjithçka. Do të thonë unë mësova ç'është bëhet gazetaria, pse bëhet gazetaria, unë i vjedha shumë sene, do të thonë, prej atij mediumit, edhe kalova në një media tjetër. Tash është koha dhe momenti mendoj që duna me unë edhe në market kur shkojmë, na e shumë e cila është, do me thonë, ma e mira, unë vendosa me shku dikon që është ma e mirë për veten, emisionin e mora me vete, sepse unë menoj që ka qenë shumë e rëndësishme, se është, thuhet është, do me thonë, këtë dashni që unë e bëj, edhe kjo dihet besoj. Kështu që eksperiencë e mirë edhe në atë media ku kam qenë, po edhe këto, unë sarand jam shumë mirë një asë njetë. Unë jam shumë mirë një asë njetë. Unë jam shumë falenderues njetë. Unë asë edhe një herë, gjitha din këto edhe kolegjit tonë që naftojnë për emisione edhe mundohen me nxjerrë diçka që nuk është, unë kur nuk jam prej aty në djemve që flasë diçka keq për ata të cilët kam bashkëpunu dikur edhe me ata që bashkëpunoj sot. Sepse jam mirë njës, jam falenderues, se cili ma ka hapë derën dhe ka thonë që okej, kjo është koha dhe momenti që ti duhesh me reflektu edhe me shkëlqy. Sot, edhe në media, edhe në gjithë shka që bëjmë është biznes. Kështu që duhet i dim të ndajmë këto gjana, unë nuk kam kur gjë personale me askan, as edhe një herë, sepse nuk di se ku kemi mund taku bashk, ndoshta në një ambient të televizioneve, ndoshta në një ashensor dikon, kështu që nuk i dihet kur jetës. Unë jam shumë paqe me veten, jam shumë okej me veten. Edhe nëse do me thonë ka pas gjatë rrugës, do me thonë edhe në media padrejsi, unë i shoh ndryshe, sepse njerëzit ashtu mendojnë, ashtu veprojnë, por është e rëndësishme kur të shkoj me fjetë, jam shumë i qetë edhe besoj që nuk i kum hi kërku janë në hak. Punën në televizion e bëj me shumë dashni, si ai që e bën në një vend, në një zyre, në një bank, çapo dion, unë e kom bë me plot dashni. Unë kur kom fillu, do me thonë gazetarin, po du edhe një detaj shumë të rëndësishëm me theksu, sepse është i rëndësishëm edhe për ata që na shohin, na ndjekin. Kur flitet gjithmonë për rrogën,
gjithmonë njerëzit kanë, domethënë, pikpyetje të mëdha, domethënë, edhe për këtë pjesë. Në atë kohë kur pa ta fillu, edhe kjo pjesë u pa fol për punën e rrogës tam. Rroga jam ka qenë shumë modeste dhe thjeshtë, nuk e di se është shumë etike me. E ke nda publikisht ti? Jo, a është hera parë që po e përmend? Jo, është hera parë, edhe nuk është që është diskutuar në tavolinat e kolegëve tonë, se që unë komuj më pagu ku më di sa. Në fillim, unë e kom nisë me 100 euro punën e parë lab. Jo, edhe unë, në fakt... Unë 16 vjeqare kam qenë, 100 euro kër i ku marë mu ka duk. Po, unë e shumë, pikrish po du më lidhë të domethënë ata që na shohin, na ndjekin edhe që menojnë që domethënë gjithë shka të parja. Kër kom fillu gazetari në televizion, unë jam pagu me 180 euro edhe kom bërë super emision. Te vas ma shumë se unë. 180 euro edhe domethënë kom bërë një super emision, unë e menoj të paktën ashtu, sepse nuk e kom pa vetë të parja, por është një mesazh për krejt ata që na shohin, për një mesazh që edhe me pak pare ti mund është me bo. Kur i kom marrë bilaton 100 edhe më kanë dohë që janë 180.000 euro, që janë kohë të mijat, edhe kur i kom qunë shpil, domethënë janë kohë shumë. Ta shkallohen një media tjetër, jam stabilizu, jam shumë okej, jam shumë mirë, edhe menoj që jam të rritë nga dalë. Por shumë e rëndësishme që unë kom fillu me pak, por jam kanë shumë i kënaqur edhe shumë i lumtur. Besoj që kom reflektuar edhe në ekran edhe në atë periudhë, në atë kohë që kam qenë. A je pishman që ke i medias? Jo. Menoj që është dashni për mu, është diçka që unë e du qatë shumë sa që nuk di kur me spjegu. Unë nuk kam, tash unë vëtam unë, sepse unë brenda vetës nuk kam une, edhe nuk kam unë, por kësa here po thëmë që unë nuk kam dëshirë ose knasi thjesht për mu doke edhe me dalë një ekran edhe me promovu vetën. Jo, unë menoj që jam aty për shkak gjithë shka që kom kalu për me qenë unë ndoshta jam sebeb për shumë të tjerë që shë thebe ti, për me reflektu me vetën edhe më konë aty ku ata dojnë. Do me thonë, peshinji, kër kom dojnë septe edhe këto, është gëgje e rëndësishme, më të kësu të në kohën që pavarësisht si qka në ndodhë djetë, është e rëndësishme me esë edhe mos mund dalë, pavarësisht situatave, momenteve që në qesi njerëzit. Po, a mendon nga perspektiva tash si gazetar, ke qenë iftuar para se të bëjë gazetar dhe para se të bëjë emisionin tënë, ke qenë iftuar në media të ndryshme, në gjitha televizionet, në gjitha radiot, ku ke folë për jetën tëne, për bullizmin që të ka bërë, për vështirësi që ke kalu. A mendon që prezenca e këtyre intervistave të kanë ndihmu, apo mendon që mediat kanë kesh përdor prezencën tëne? E kam shumë të rëndësishme me edit. Qka po pret me thonë që... Po pres me më ka dhu drejt. Një pjesë e mire e medjave edhe gazetarve e kanë keq përdor. Prej titujve që e kanë vendosë për shka klikimeve, edhe sigurisht edhe këtë pjesë kam ditë më kanë targeti klikimeve të tyre, po e kanë keq përdor gëgje mirë. Këto kanë ditë me këthy në kuadrën e tyre, por kur e kom kuptu në këtë pjesë nësha kam qenë pak bon, po nuk ka rëndësi, kom njësë, do me thonë, mi filtru emisionet, televizionet, edhe kolegët dhe gazetarët të cilët punojnë në media në ndryshme. A mendon që njëkohësisht kanë ndihmula me dëpërtu? Të parat po, të tjerat nuk menoj. Pastaj të kanë shfrydzu? Po, ka qenë një shfrydzim këgje i madhe historisë teme dhe vazhdojnë edhe hala, po nëse unë javjap mundësin dhe rastin për me shku edhe një dalë, po sot mund më kliku, do me thonë, për mes portaleve të ndryshme që unë e kërë shabetën të në kohën, do me thonë që unë e biqë frigorifer, ju thamë njerë që nuk pju dalë. Bjen kja që kanë shfrydzua dhe këtë pjesë, po nështë ato ka qenë marketing pak. Pse e ke zhjetë familja jonë me u rikëthy në një rrëfim pas kretë këtyre, ta themi, kesh përdurimeve që e ke ndjetë që të kanë bërë? Sarand, përbes, unë dhe ti kur nuk është që mirë mi vesh për diçka të ngjashme, sepse jemi shumë natyrshme dhe ti dhe unë, familja jonë, unë personalisht kam ndjekë shumë vite, do me thonë sot jenë televizion kam ndjekë shumë. Familja jonë është për emisioneve ku na e shohim me familje tona, ku nuk na vjen turp ose marre për me pas se qka po të Saranda, qka po të mësafiri saj, kështu që të ti e kom ndje me thonë gjithë shka që unë e sot kom menu për me thonë, nuk është që kom bo klasifikime se qka ka me thonë të Saranda, pse ka me thonë. E kom ditë që ka me valë shumë emocione, unë po të thonë shumë sinqerisht këtë pjesë, por menoj që është dritarja e vetme, e fuqishme, që sot në media tona Saranda bashkë me familjen është
një drejtare e madhe ku e flet të vërtetën, e thot ato që është, por edhe mundohet me përcjell mesazhe shumë të fuqishme, duke sjellë edhe personazhe publike që dinë më kanë shumë nivel. Kjo për mua ka shumë rëndësi. Edhe në këtë ulse që jam ul sot, ndoshta një para shumë viteve kompania Ekrani kam thënë për çysh mja bo qysh unë jam ullë të vend. Unë të falenderoj lap shumë për vlerësimin, sinqerisht, sepse edhe jashta kamerave ma ke dhanë këtë vlerësim edhe për neve është nder që të ndajmë këtë histori dhe këtë forcë tonën, sepse mbi gjitha misione kemi që t'ju ndihmojmë masës jashtë, edhe unë po menoj që përmes rrëfimit tonë jemi duke ndihmuar shumë njerëz dhe ndina e privilegjuar që na ke zgjedhur neve për me bëni rikthim pas krejt që aty në kesh përdorimeve që i qujtë e te. Sinqerisht jam shumë i sinqert me ty. Ta kom thonë edhe jashtë, edhe tash për thamë që për një me jetë tu kontribu shumë në shoqërinë tonë. Edhe sot, unë menova që drejtarja e fuqishme është me dajtë e te, nuk është që s'po kanë ftesa, po naftojnë kolegët, po naftojnë... Por i ke selektu dhe klasifiku. Sidomos kur ftona sot në media, ftona hajde lab me do një mendim për një temë ose për një individ, po nuk e shumë arsyeshme. Kujt pi duhet mendimi jam fund ditës me do për një individ që ka dhezë dikon atje. E ndjen kure ke nevojshme nuk jam djali skandaleve, kështu që mos më ftoni. Shumë që si djali, as na jemi emisioni skandaleve. Pikërisht ato thash që erdha me shumë qejf. Pavarësisht lab kretë vështirësive që po i përmend edhe këty në ditëve të zeza, ka njerëz shpirt bardh që ty t'i kanë bërë ditët e bardha. E ti falenderon sa që rrin edhe me njerëz tu, po edhe në media, që se ke kursy veten kur. Unë i kom dojë disa për njerëzve të rëndësishëm që ti i ke veçu si njerëz që të kanë duar të rukit e të kanë qenë pranë sukseseve tua. Një ndër ta është edhe një prej personave që do ta shohim që Benarti më ndihmon me sjell, është po ta dha ty hapësirën me fol për to. Pse është kaq i rëndësishëm? Necmettin Sheu është goxha i rëndësishëm sepse unë e kom njoft këtë njeri kur i kom pas 17 vjet, aty do me thonë shkollën e mesme. Jemi njohur përmes rrjeteve sociale sepse unë atë kohë bëjsha fotografi artistike. Po kur një nuk e nxjerrsha vetëm për shkak gjykimeve dhe paragjykimeve. Edhe ky, domethënë, ndjekë postat e mia, ndjekë gjithë çka që bëjsha. Po ish kur është se kush është ky djalë, kush është shihet përmes këtyre fotografive. Momentin që e kuptoj ka qenë shtyrja më e madhe në jetë gjithçka që unë bëj. Në fakt unë e kam si prind. Lidhja me të është shumë e ngushtë, 24 orë gati flasim, edhe pse distanca e bën për shkak një ushqimi shumë shpesh, sepse është mes Amerikës, Prishtinës, edhe Gjakovës. Përndryshe është vllau i Hadi Sheut edhe Yahya Sheut, aktorëve të njohur. Necmettin është shumë i rëndësishëm për mua sepse domethënë për çdo detaj e veti, domethënë jam shumë i keq nga njerë edhe kur smuna, kur jam keq e shtëpiri, çka me bë, çka me pi. Çka ka thonë kur i ka thonë, po du me hin televizion, media, me bë gazetarin që e ke mëndru gjithmonë. Çka ka qenë këshilla e Necmettinit? Kemi kthyer bashkë se qysh mujna m'ja dal, qysh mujna unë me dal në publik, qysh mujna me tjetë alternativa. Momenti që ka arë momenti, bashkë, ka qenë shumë i lumtur, bilet në daljen e parë më ka shoqëru për me dal, ka qenë një moment kur kom dal aty, por vazhdimisht këshilla marr. Ku e njoh, domethënë prej moshës 17 vjeçar, domethënë ka dhënë shumë prej vetës, edhe vazhdon me më trajtu si një djalë të vetin. Kështu që këshilla, mendime, sugjerime, kritika sa dush, e kam pas edhe pjesë e emisionit, kështu që Necmettini mbetet ndër njerëz të cilët më kujtohet si gjyshja. Tamam si gjyshja jam, që më këqyrke me shumë dashni të madhe, tamam si një dashni të sinqert. Shumë, përbes. Po. E tha që kjo ka qenë pjesë e fillimeve tua në projektin e gazetarisë, emisioni thuhet ka qenë ajo ABC-ja jote në këtë karrierën mediale, a ka qenë kontribues edhe në përgjedhjen e emrit ose në formatin e emisionit ose kur s'ka ndihmuar në atë kohë më shumë? Necmettini për gjithë shka, unë të në kohën jam në kontakt me ta, dhe më tonë të në kohës jam, edhe ato kur nuk më imi thonë, me prind e me i flasë me ta, këshillat dhe mendimet gjithmonë kanë qenë që më kanë vetja dhe më kanë ai që ti je, pavarësisht statusit të cilët ti je sot, pavarësisht sukseseve të tua, që për një me duhesh më kanë qaj djallë që unë të njëm me kanë tokë, edhe që me thonë gjithmonë vërtetën, edhe atëherë kur e vërteta është kundër teje. Po, pse ke ideja e thuhet emisionit, çka ke dashur me nënkuptu me
Thuhet? Thuhet, kam menuar se gjithmonë nuk kam pas mundësi dhe hapësirë për me thonë ata që kam dje, ata që kam dasht. Gjithmonë do më thonë tjerë që jo mos e thuj se është marrë, mos e thuj se këta, mos e thuj këta. Edhe vendosa që thuhet, do të me ka një drejtare ka gjë e madhe për mua, që është familja jonë të te. Për mua, po. Thuhet menoj që është krejt dashnie e cila do të me thonë të vërtetën. Për një me dhe nëse është kundër nesh ajo. Edhe kom rezultu me thuhet. Nuk e di që është tingla në publik, po krejt që e, do me thonë, të njëtës kom ujtë kur me thonë që ta që kom dasht. Gjithmonë të rujt për tjerve. Për shak bullizmit, para gjykimeve, gjykimit të njerëzit që gjithmonë kanë tentu më mi nalë në ashtë dhe fjallë. Po, minova që thuhet mërë edhe kjo thuhet, edhe kjo tjetra thuhet, po gjithmonë më kanë shumë strikt edhe etik. Po, para se me dalte një fotografi e një miku tjetër të shumë të veçantë, po du me ndalte një moment humanizmit tëndin, që ke premtu para shumë viteve dhe që po e vën ande, që labi gjithmonë shkon në përshkolla, mban ligjërata në tek fëmijët, kontribon. Madje unë e mbaj mend në fillimet e tua në paraqitet mediale, ke thonë që aq shumë jam shtyp, aq shumë jam bullizu, sa që mision jetës ja kam vënë me intimu qirt, edhe mos me u shtyp, po edhe m'ja dal, mos me fundos veten siç kam bëhen. Edhe po e bën hala. Po, kjo pjesë edhe për mua është e rëndësishme sepse unë prap njihna si djalë i cili lufton domethënë bullizmin edhe është aktivist kundër bullizmit. Sado që unë dal në media, sado që unë dal në promovime të ndryshme, unë prap kam mbet ai djalë i cili e kam çato, domethënë një djalë i cili është bullizuar të njëjtës se sado është një djalë aktivist. Ligjërata në përshkolla me projekte të ndryshme më bën me reflektu edhe më shumë, më sjell emocione shumë të mëdha me thonë të drejtën, se diqysh kur e kthej historinë tim krejt, nuk është që më bën ashtu harmonie dhe komedi sa komode dhe mirë, po është e jamja dhe pse jo. Prapë ruaj me fanatizëm edhe më shumë. Ama më këtë tregu shumë i sinqert dhe edhe kjo pjesë, se gjithysh mi thonë edhe para tjerve që ato dopsi, më me thonë dopsi të minjat, dhe pak, nuk është të letë, edhe sot kër e shoh vetën në ekran, thamë që shka guzumër e këtë djallë me dojnë në ekran, po që shka guzumër e shkullë kaj në emision, dhe me thonë, se di. Ka njerë edhe menoj që... Nga realiteti që po përjeton çdo ditë me fëmijë, a ka përmirësim shoqënia jonë në këtë drejtim Nuk e besoj, jo, nuk e besoj. Çdo ditë unë e shoh, çdo ditë marr edhe mesazhe në inboxin tim, çdo ditë kur takojna në takime të mia edhe në projekte në përshkolla që bëj, e shoh që është bullizmi ton kohë gjithmonë me neve. Kështu që na ajo që kam dëm shumë, po bullizohemi edhe prej njerëzve të cilët i shohim nëpër, domethënë njerëz që janë të rëndësishëm, na mendojmë që janë të rëndësishëm, kështu që kjo dëm edhe më shumë. Na po shtypemi për njerëzve që i kemi vendosur në krye të detyrës, imagjinojmë prej fëmijëve të tjerë. Çka ju thu fëmijëve kur i shet që janë pak më të shkelur, sepse mund ta nuhasësh pak atë energjinë? Po, përmes video mesazheve të cilët na e përgatitëm, që edhe për shihet lart, reflekton shumë. Domethënë një djalë i cili domethënë që shifet, edhe që është sot mandej është një farë video që na e mundohemi me dhënë përmes saj, ka reflektime shumë të mira. Por prapë mendoj që kjo shoqëri duhet me punu shumë këtë drejtim se Megjithëse personi që është në këtë fotografi nuk e ka shumë qejf me të qenë publikisht i paraqitur, unë i kërkoj falje nga studio jonë që na kemi vendosur t'ja publikojmë këtë fotografi, por me mirëkuptimin e labit. Është një person që t'ka ndihmuar shumë lab. Po, pas daljes tem të parë, Orhan Azifi është psikolog, do me thonë në Ferizaj. Nuk është që do me dalë në media, nuk do që do me dalë, kam provu me nxjerr, biles kam provu edhe në thuhet me thirr për shanse nuk ka. Dhe ja del salon dhe e publikon. Kërkoj shumë falje, Orhan. Po, do me thonë, del salon, nështë salon kime binti që me arë familjen tonë. Shpresoj. Edhe unë shumë shpresoj se ka që ka me kallëzu. Orhani, do me thonë, është këtë në kohës edhe me mu, kishtë qenë shumë e nevojshme për me pas një psikolog. E sot po e di sa është e rëndësishme. Konsultona të në kohës me ta, nuk e di që shmojnë me nduru edhe me mbajt. Por të kanë ndihmu shumë, me dalë prej errësirës. Shumë. Do me thonë, është prej atyne megjve psikologve që unë, do me thonë, e kisha pas shumë nevojshme me pas një psikolog, edhe i ftoj krejt që me pas ka një psikolog. Unë e kam edhe fati me pas psikolog edhe shok, edhe mik, edhe nuk o që e paguj. Orhan, lipja pagesën lomi. Se pagumi shumë media. Jo, po bëjmë shaka, sepse po mundohem me shtendohë situatën që Orhani mësë më na thonë me hek fotografi në fund ditës. Ty e t'lumë, do me thonë që e ke nxjerë.
unë i kërkova falje, shpresoj që faljen ta pranoj edhe Orhani. Lab, te kjo pjesë isha ndalë, sepse ka njerëz të cilët, pavarësisht përjetimeve që kanë, ende shohin shumë zi atë fundin. Cila është këshilla jote, përveç që psikologët kanë ndihmu, që ju kështë thonë njerëzve, këtë atyre që përna shohin, për mja dalë? Ajo krejt që ka mujme përthuku në këtë mesët besimit e Zote. Besimit e Zote, edhe kur që jam dalë duke u lutë për ato që i kam sëtë. Po. Dhe me thonë, gjithë shka që kam sëtë, t'ja njësë prej shëndetit deri të eksenet të cilat sot do më shenjë një ekran, është për shkak në është a lutjeve të mija të sinqerta. Edhe kur që jam dalë duke u lutë, edhe vazhdoj me botën njëjtën gjë. Disa njerëzve Zoti ja ngushton zemrën, edhe disa të tjerëve ja bën mal. Kështu që unë ndoshta jam pak një për tyne që Zoti madh më ka dhënë shumë. Më ka dhënë shumë që kur të shkoj me fjetë ja i qetë edhe jam shumë i lumtur. Po besoj lutja, përbes është lutja që gjithmonë e bëj. Kur jemi tek drejtimi yt nga besimi në Zot, nga lutjet, nga falja, është një person që të ka ndihmu shumë në këtë rrugtim, që kemi edhe në fotografi, na kemi pas edhe në emision, është hoxha i xhamis më të madhe të Ferizajit, Mustafa Ahmeti. Mustafa, është interesante dhe kontakti me Mustafa. Mustafa është prej atyreve meqve, shokve, njerëzve të cilët të mbështet pa në shkak, pa në interes. Edhe Mustafa ka ardhur në një periudhë edhe një kohë ku unë kisha pas shumë nevojë për një njeri si Mustafa, një njeri i cili më jep diçka prej vetës edhe të paktën është shumë i sinqertë dhe i mirë me mu. Mirë kupton edhe thjesht ta hap derën atëherë kur ti ke më shumë ti nevojë. Unë rrethona prej shumë njerëzve Saran sot, edhe shumë njerëz më kanë hapur rrugën. Unë jam shumë falënderues për shumë njerëz që kanë ardhur në jetën tim. Se për një shoqëria jo në fund ditës u tregu me labin shumë i sinqert. Shumë njerëz më ka hapur rrugën, shumë njerëz ka besuar në ato që ka dyrt. Nuk muj me thonë që nuk ka qenë edhe një pjesë nështë që thjesht nështë për shkak. Vetëm se tu ka dhishtë kohë me dalë me i kuptu edhe gjona të mira që të rethojnë. Po, unë e menoj që ka shumë njerëz mirë që labin e kam mbështet. Ndërta është edhe Mustafa, për Mustafa nuk gjej nështë edhe fjalë adekuate për me shpreh edhe me thonë. Unë jetë Saran njihna si një djalë i cili di me dash shumë. Po. Do me thonë, unë nuk di me dash pak. Unë kur e du dikon, unë e du shumë edhe rrëzoj për tokë krejt. Jep dashni të madhe. Shumë. Nuk e di pse, po di me dash njerëzit deri... A je dëshpru prej njerëzve që i ke dasht edhe që ke bë për ta? Jo, asnjëherë. Unë kam dhënë dashni edhe atëherë kur nuk më është kthy. Po pa ka rëndësi se ata njerëz kanë mbetë në arkivën edhe në jetën tim që unë sot edhe kur i kujtoj, okej, kam dash edhe ata njerëz. Po është e rëndësishme me dash, po ditës ana i kthejnë, as na i kthejnë pa ka rëndësi. Po edhe ndërta është edhe Mustafa të cilin unë e çmoj edhe vlerësoj për gjithçka që bën edhe është dhe çat qetësinë shpirtërore që sot për emisionin tanë se i tregova që kam shkuar te pas kallzova kur gjë. Për një Mustafa ka në një periudhë një kohë kur më është dashur një njeri si ai. Po. Po e citoj lab këtë thënie të cilën ti ke publiku, kur Zoti filloi të më ftojë në takim 5 herë në ditë, kuptova peshën e vlerës ime, andaj zëri im depërtoi edhe në veshët e atyre që s'deshen të më dëgjonin. Elaboro ma lab. Shumë njerëz nuk kanë dashur me më dëgju, nuk kanë dashur me pa, nuk kanë dashur edhe me hap derën për mua, edhe pse unë kam pas, domethënë shumë çka për me ofru. Momentin Kjo është momenti i cili shumë rrallë e flas edhe në media, po edhe kështu, se është shumë personale. Takimi me Zotin 5 herë në ditë për mua është shumë i rëndësishëm ku krejtësa çka kam unë ja tham atij. Gjithçka që duam ja thon për një ja tham 5 kohë të namazit që është shumë i rëndësishëm. Çdo lodhje, çdo mund, çdo sakrificë, gjithçka që kam ja drejtoj atij. Në fund ditës ai është gjykuesi më i mirë për mua. Të tjerët në mua nuk ka rëndësi, krijesat për mua nuk ka që bën një rol të rëndësishëm. Në fakt unë mendoj gjithmonë kur e citova edhe këto, unë mendoj që ata të cilët janë thyr gjatë jetës nuk kanë pse mu thyr më, edhe unë jam njëri ndër ta. Domethënë gjatë jetës jam thyr shumë, edhe mua nuk besoj që mu thyr në diçka ndoshta edhe shumë të vogël. Takimi me Zotin është shumë i rëndësishëm, vazhdon të jetë, është shumë personal dhe shumë për vete edhe për mu, por ka njerë di edhe me reflektu edhe kështu edhe mënona që me nëzirë sot, se besimit e Zotit për mu ka qenë një kthes shumë e madhe. Dhe me thonë me pa vetën
ku kom qenë dhe ku jam sot, për mu është faleminderit thjesht Zotit për gjithçka që më ka dhënë. Po, edhe natyrisht që krejt kjo mrekulli që ka ndodhur pas shumë njerëzve që ti përmende, por edhe pas shumë lutjeve që ti i theksove. Më duhet patjetër me nda një fotografi të një prej kolegeve të mia gazetare që unë kam pas fatin me punu shumë gjatë me ta në të njëjtin medium ku kemi punu bashkë, e cila për labin ka qenë Liberta Spahiu, ka qenë për labin pikërisht dritarja e sukseseve. Liberta nuk është që dënë me dalë shumë, Liberta nuk i dënë fjallë të mëdhaja, miradje, që e një më smire. Yllka është më pak. Unë pëzoj edhe Yllka ka me më qërtu, bile që ja kemi përdorë fotografi. Liberta dhe Yllka janë njerëz, edhe Alaudini, në këtë rast, po Dini nuk është këtë fotografi. Liberta është prej personave që mu dritaren e madhe, edhe labi, ka fillu gjithçka këtë fotografi ku unë kam fillu dhe me thonë me arrit ëndrrën dhe qëllimin tem në jetë për me qenë prezentues, gazetar, njeri në median sot ku jam. Ky është takimi kur unë kom dalë në privete Liberta dhe tek Yllka. Më ka lënë shumë përshtypje modestia, thjeshtësia edhe dashnia që kanë këto dy femra, të cilat shpesh herë mujnë, sidomos për Libertën, shpesh herë që din edhe mu gjyku dhe para gjyku në publik, po unë mendoj që është një femër e fuqishme, një femër e cila t'i hapë të natyrt, pa kompromis, pa ndonjë interes, po e tham kështu se edhe ajo më njeh ç'është flas. Kanë qenë dy femrat që mu më kanë hapë dyrt edhe më shumë mirë. Falenderues tonë jetës. Sa herë që dërgojnë një mesazh ose kontaktojmë, e di që janë shumë modeste. Ma Yllka është pamundur domethënë edhe këtë pjesë, që jo, na nuk kemi bërë kur gjë për labin. Labi ka bërë vetëm këto. Jo. Ky ka qenë një moment të rëndë. Nëse unë nuk kisha dalë në privet e Liberta dhe tek Yllka, unë e kërkosh më kish njoftë. Po. Unë nuk kisha kanë këtë djalë që jam sot, unë nuk kisha një djalë një aktivist, nuk kisha një botën televizionit. Unë e disha që Liberta edhe priveja, do me thonë, janë fuqishëm, po nuk e disha ndikimin, do me thonë, brenda 24 orë, më njoh krejt, nuk e disha. Qatë shkrujtën fillimisht audienca mas 24 orëve, se më tha që për 24 orë ka ndru jeta komplet. Krejt jeta ka ndryshu. Kur jemi ullë dhe kemi bisedu me Liberta dhe me Yllkën, edhe Yllka ka qenë shumë mallëngjyse, shumë, do me thonë, empatike në këtë pjesë, sa që është emocionu shumë. I thash, Yllk, okej, unë jam gati me dalë, unë jam shumë okej, ama çka, publiku, para gjykimet. Edhe ti u frigu. Edhe u frigova pak. Edhe u tha, ajen që re qetë, re mirë, na jemi shumë gjatë në ekran. Kështu që, re qetë. Okej, thash jam gati, po mas një Libertën, do me thonë, e ku masakru në WhatsApp, ka dalë mirë që shka shku, pse ka shku. Pati mirë që Liberta së më ka tregu se kur del historia. Se po të më kishtë të regu, nështë ta kësha thonë Libert, po i shkuan mirë mësë me transmitu se që ka po di. Fati mirë që nuk më ka të regu këtë pjesë. Edhe... I falenderues për... Po, brenda 24 orëve më njoftën njerëzit krejt për mes prives. Për krahen krejt, në bështetën krejt. Është interesante me thonë të drejten. Brenda 24 orëve më njoft labi krejt, në krejt vendet ku do që ka shqiptar është, po në këtë mes ka qenë edhe Alaudini, do me thonë, që i ka dhënë shtyri dhe më të fortë. Po, më duhet me të shtu, ose me mbush, me plotësu këtë pjesë, thash që kom pas fatin me punu me të tret, Alaudini, edhe Yllka, edhe Liberta, jo vetëm ty lab, të tret kanë ndihmu shumë të ri e të reja që sot janë në top karrierën e tyne, që falë këtyne treve, sidomos falë Libertës, e cila njihet si person, e cila sarë që ki nevoj për ta e hapë derën edhe është gjithmonë për ty aty, edhe me të vërtet kanë ndihmu edhe shumë artista, edhe shumë njerëz të zakonshëm që sot me konë aty ku janë falë punës së këtyne treve. Dhe me të vërtet, po e bashkëndjej çdo fjalë që po e thu, se thash kam pas fat me punu me ta dhe një saktësisht nga afër punën e madhe që bojnë këta tre, por edhe empatin që kanë ndaj njerëzve dhe ka emna që kanë fut në treg këta tre, sidomos Liberta.
Edhe unë kisha nështë me marrë shumë minutash për këtë pjesë, po e kam shumë të rëndësishme që me falenderu shumë Libertën, Yllkën edhe Alaudinin për gjithë këtë mbështetje që e kam bërë për mu. Biles Liberta gjithmonë është edhe sot mbështetje. Kështu që prej ekranin familja jonë edhe prej teje që ti edhe jashtë ekranin ke thonë shumë fjalë të mira për Libertën, po çato janë në realitet. E bukur nga mbrana e nga jashtë, është pikërisht kjo fjala saktë për to. Kështu që unë du me falenderu prej shpirtit këtë femër që ka bërë shumë çka prej meje. Po, Lab jemi ofru në minutat e fundit të emisionit e di që po të rritë, apo vjen edhe ditën tjetër. Edhe më rritë, edhe më ke emocionu edhe të kanat bashkë, dhe më thonë me një dimension. Kjo është familja jonë, sepse edhe në shtëpi kur të shkojnë, herë je i lodhur, herë të flihet, herë je unë, edhe këtë emocionet i përjeton, dhe pikërisht kjo është familja më e madhe në vend, sepse kemi anëtarë më të mëdhaj të cilët në familja jonë jemi bashkë, na ndjekën dhe rritemi bashkë. Për fund, do doja shumë të kisha një mesazh për krejt ata persona e sidomos për ata adoleshent, sepse të kujtojmë ty në kohën e vështirësive, çka është ajo shtylla që ata duhet me u kap, ku duhet me u motivu që me mri, sepse Labi e kallëzove që tu ka dashur edhe veten me ndryshu edhe në qëndrime për shkak me u përshtat ndoshta me njerëz. Është shumë e rëndësishme që me pas komunikime dhe kontakt me prindet tyne, është shumë kjo e rëndësishme. Ma e rëndësishme është që me dasht, me vlerësu edhe me dalë para pasqyrës edhe me pa veten që ashtu që dënë me pa mas miri. Gjatë jetës njerëzit na tentojnë me na dëmtu, me na rëzu, do me thonë me ba shumë qka kundër nesh, po edhe nëse rëzomi 1 milion herë duhet mu qu, mu fshi edhe me esë prapë. E rëndësishme është që me dash shumë vetën edhe me vendosë qëllimet se ku na po dojna me shku. Edhe unë dikur kom pas një fletore ku unë kom shku çdo detaj që unë kam e bë këto, po ajo që ka qenë më e rëndësishme besimi dhe besimi te Zoti i Madh edhe te lutjet e mia. Kështu që është shumë e rëndësishme me dash, me respektu vetën, por edhe me pas një kontakt shumë të ngushtë me familjarët edhe me prindë që unë fatkeqësisht nuk është që e kom pas, se nuk është që jam shpreh me ta. Po besoj që edhe për prindër është më e lehtë tash kur çohen që kokën lart je duke vazhdu në ndjekjen e ëndrave tua. Që me dash vetëm me respektu edhe me dash edhe të tjerët, me thonë të drejtën, edhe atëherë kur na thënë shumë. Më lejo me të falenderu edhe një herë. Me të falenderu ty edhe një herë, me të falenderu për gjithë këtë suport që e bën. Faleminderit për gjithë investimin shoqëror që e bën për gjithë neve. Jam shumë i lumtur edhe në këtë nivel dimension që ti je sot. Faleminderit që po na jep për çdo ditë diçka të mirë dhe të bukur. Faleminderit Saran për sot, për intervistën që cilën më ke emocionu shumë. Edhe uroj dhe shpresoj që shëndetin ta kesh pastaj të tjerat për ty e di që nuk kanë shumë rëndësi. Faleminderit edhe krejt stafit tanë që punojnë me shumë dashni edhe me respekt shumë të madh që kanë për ty. Mos harroj edhe me falenderu edhe Fidanin që është një mbështetje jote shumë e madhe që thërë që ti flet, unë jam shumë i lumtur që keni një mbështetje kaq të madhe. Mos harroj që edhe na ki edhe njëve kolegëve edhe shokëve që duar trokasin gjithmonë. Faleminderit shumë sepse patjetër që me që ti tregove këtë rrëfimin tonë, më duhet me thonë që edhe unë e Fidani si studenta jemi shku në provim me një byrek gjysën ai gjysën on, po që sot jemi ku jemi sepse nuk jemi ndalë asnjëherë. Ndoshta vështirësitë janë për tu mbajtur mend edhe ajo fjala e gjithë shqiptarëve mos ju rraf me harru, është pikërisht kjo sepse janë ato që na kanë mbajt fort edhe sot me ja realizu veten, ëndra, dëshirat tona, njënë siç ke bë ti Lab, me realizu veten, ëndra dhe dëshirat tua, që natyrisht në krejt këto kemi shumë njerëz që na kanë përkrahur edhe ty edhe neve. Edhe nuk duhet asnjëherë më dorëzu, në normal emocionona edhe kur flas sepse ndoshta nuk jam djeg sa ti me bullizimet që ke përjetu, po se cili kemi pas vështirësitë tona, edhe natyrisht që jemi pishman për shumë sene që kemi bën, por e rëndësishme është që mos ta kthejmë kokën mbrapa për të ecim përpara. Edhe unë të rekomandoj edhe ty të bësh njëjtën gjë, një gazetar, një koleg i joni, sot në një medium, nesër ndoshta edhe do ta ndrosh mediumin, gjithmonë ku është më mirë për ty, por sido që të jetë. Labi le të mbetet Labi, edhe unë pata shumë kënaqësinë që të pata që ndam këtë rrëfim, këtë histori, edhe që ti na zgjedhe neve për me qenë kaq i sinqert me këtë jetën tënde edhe rrugtimin tënd deri këto. Faleminderit edhe një herë, faleminderit edhe të uroj më të mirat.
Faleminderit Lan, ndërkohë prej labit ne po shkojmë në diçka tjetër, do të shkojmë bashk tek nutricionistja jonë Albulena Shabani Lazi. Me që Ramazani ka mbaru, Lena nuk do të më na këshillu ma ushqime të iftarit e të syfyrit, unë shpresoj që Lena na i herë bën zemrën ngure, na jep diçka edhe me hongër që nuk lejohet, po jo nuk ndodh kjo. Lena do të na rekomandoj se si ta pastrojmë organizmin ton pas krejt ngarkesës që ja kemi bërë gjatë muajit të Ramazanit, por sidomos gjatë ditëve festive të Bajramit, sepse Bajrami është një ditë meq, po na vazhdojmë me thonë sa mos t'i gjujmë shto ëmbëlsira t'i ham. Dhe me thonë, ma mirë është me i hongër e me ngarku luktin se sa me i gju ato që ka kanë tepru. Elena ka një detox që na ka sjellë sot për ne.